kam takuar shumë gra, vajza, gra, femra të cilat janë në periudhën e tyre të marrjes së përgjegjësisë. Kanë qenë mbi 10 vjet, mbi 5 vjet duke rritur fëmijët, edhe tani çështja është ato fëmijët janë rritur dhe çështja është se tani duan që të kalojnë në një nivel tjetër. Janë disa gra ose disa femra të cilat duan të rriten në karrierë, duan të marrin karrierën, edhe duan që të tregojnë që shiko, unë vërtet kam fëmijët, por unë edhe nga shtëpia, nga komoditeti i shtëpisë time mund të bëj biznes, mund të fitoj shumë para, kujdes, mund të fitoj shumë para, pra mund të bëj biznes mirë, jo një biznes kështu hajt, no? Dhe mundet që unë të kem sukses në kushtet e mia. Ky lloj grupi unë ta sugjeroj fort. Ky lloj grupi është një lloj grupi i cili e kategorizojnë veten si heronj. Janë njerëz të fortë, janë njerëz të fuqishëm, janë njerëz të cilët thonë, unë kam fatin në dorë, edhe unë mund të bëj çfarë të dua. Nëse ti je te ky grup i cili dëshiron që të rritesh nga komoditeti i shtëpisë tënde, nga dyqani jot online, pra nga biznesi jot online, unë kam një program i cili është i dizajnuar vetëm për këtë grup, vetëm për këtë focus group. Por nëse ti je një person i cili do të ankohesh, do thosh jo po se unë kështu, jo po se unë kështu, jo po se unë kështu, atëherë ti e kategorizon veten te këto pjesë të cilët ti nuk mundesh, nuk ja del dot, nuk kjo është jeta që këto janë mundësitë, këto janë mundësitë. Ky është ai bllokimi, unë i them ke një tavan mendor. Ke një tavan mendor që ti thua unë nuk mund të rritem dot më shumë sepse unë jam në këtë lloj pozicioni, dhe unë nuk mund të fitoj dot 5 shifra bonus mujor, rrogë mujore. Nuk mund të fitoj dot sepse unë jam grua, kam 2 fëmijë, kam 3 fëmijë, kam fëmijë për të rritur edhe nuk mund të punoj dot 12 orë në ditë. Nëse është kështu, unë ta sugjeroj që kjo është ajo pjesa e tavanit mendor që është gabim, ti duhet ta thyesh të mentalitet, nuk është e vërtetë. Unë tani aktualisht po punoj me një grup të tillë, grash të cilët duan të marrin kontrollin financat e tyre personale, duan të marrin kontroll. Duan që këta të vërtetojnë tek vetja e tyre, tek familjarët e tyre, tek shoqëria e tyre, që shiko, mund të bësh biznes shumë të mirë fitimprurës online, nga komoditeti i shtëpisë tënde, në orarin që ti do dhe në atë mundësi që ti ke aktualisht. Vetëm ajo që kërkohet është që po, do të rrisim pak aftësitë, do të mësosh ta gjëra për biznesin, patjetër që po, kërkon impenjim, kërkon angazhim mbi të gjitha, kërkon një sistem hap pas hapi, por nuk hiqe nga mendja. Nuk është e thënë që fakti që ti je një grua nuk mund të fitosh dot 5 shifra rrogë në muaj, apo 6 shifra apo 7 shifra. Nga të gjitha trajnimet e biznesit, nga këto historitë reale të vërteta, nga problemet, nga dhimbjet, nga vështirësitë më të mëdha kanë lindur gjërat e mëdha. Kanë lindur sukseset e mëdha. Nëse ti do ta asociosh veten me këto lloj historish, welcome to the club, lë një takim me neve dhe neve mbase mund të kemi një program që mund t'i përafrohet biznesit tënd. Mund t'i përafrohet produktit apo shërbimit tënd. Është një program i dizajnuar a done for you program. Komenton më poshtë, ose na shkruaj në DM, ose e di ç'ke, lere fare. Shi vizion tjetër.